Soj edhe një herë tjetër them e rreshjeve të dendura dhe të pandalshme të shiu një kohë të gjatë. Tash Radevski me këtë goditje, Radevski me këtë gol të jashtë herë në xhirim të përsëritur. Asisti në fund është nga Basiru Kompaore, por goli është jashtëzakonisht i bukur nga ana e Radevskit. 6 gola, 5 asiste në pjesën e deri tanishme të kampionatit për Pires. Jo dhe sot ndonjë mundësi. Ja tash përfundimisht skuadra e Sileksit 1-1 barazon shifrat në këto momente. Depërtimi ishte i shkëlqyeshëm nga ana e majtë, nga ana e portugezit Pires, për të cilin isha duke fol pak momente më parë. Në fund asisti i regjistrohet Piresit, goli për Alicin, barazimi i shifrave në Strug 1-1 dhe me kushtet e jashtëzakonshme të vështira që i ka. Ja tash të shohim Struganët nëpërmjet Diakos, këtë mundësi të mirë, goli është i epërsis prej 2-1 për Strugën. Çfnuesve edhe një herë gjithçka tjetër nga xhirimi përsëritur, asisti në fund nga Diako, këtu gjithçka është në rregull. Këtu ishte gabimi i Gjekovit bashkë edhe me Timovskin dhe shikeni më pas gjinçmërinë e jashtëzakonshme. Si ashtoje Mici dhe Jeftovski në vend të tyre, zëvendësim gjithashtu të ekipi Sileksit me këtë mundësi të mirë. Sileksi mbron Angeleti, më pas vazhdimi i kësaj sulmi dhe 2-2 barazohen shifra. Gledi Mici po ankohet në dëmtim, do të shohim në vazhdim. Gjithsesi ky është momenti, kjo është mundësia dhe ky është realizimi në fund përsërisë edhe një herë tjetër në kontaktin e parë thjesht me to. Mund të vi Remi i tretë në këtë sezon mes të dy ekipeve. Tash ka mundësi dhe 3-2 e përsia e skuadrës së Sileksit. Edhe një herë tjetër, ky krosim megjithatë ka patur devijim, goditje me kokë nga ana e Piresit dhe padyshim se është ky goli i 7 kampional për portugezin Pires që sot po luan